Transparenca ka me qenë e para që unë besoj që ka me bo guxim shumë të kriju një platformë komuna online ku qytetarët kanë me ditë saktësisht do të cent të buxhetit. Fokusi im për këtë mandat si kandidate për kryetare do të jetë fillimisht tek kthimi i besimit të qytetarëve tek politika. Pra gjithë këto ditë kur I kam hartu plan programin, bisedime që kam pas me qytetarë, kam pas se mungon ose thjesht është deviju çështja e demokracisë. Në Vushtrri mungon transparenca dhe qytetarët kanë frikë më ofru edhe me ofru mbështetje, sepse pushteti aktual duket që I ka shtrëngu goxha mirë tek çështja e përkrahjes së kandidatëve të tjerë. Pra transparenca ka me qenë e para që unë besoj që ka me bo guxim shumë të kriju një platformë komuna online ku qytetarët kanë me ditë saktësisht do të cent të buxhetit, kanë me ditë se ku janë pronat publike dhe kush po I përdor ato, a ka kesh përdorime. Tek infrastruktura ne e kemi një infrastrukturë me qujt të formuluar, mi po ka nevojë që të ketë shtesë në trotuare, pra dihet që ka rrugë, mi po I shohim që sigurisht që nxënësat edhe familjet e kanë problem me udhëtu sepse duket që sot qarkullimi me vetura është shumë I madh. Do të krijoj mundësi për gratë, pra gratë janë një kategori që në Vushtrri duket që ka qenë shumë periferi, nuk po flasim për gratë që kanë një profesion ose kanë një shkollim, mirë po për gratë të moshës 39 deri 45 që duket që s'kan arrit me përmbush veten në zanate. Besoj që do të fokusohem tek një qendër e cila do t'i ndihmoj për trajnime dhe për kraje, një qendër sociale e veçantë e cila do t'i ndihmoj familje të cilat nuk janë kategori të luftës, mirë po kanë nevojë, pra ka shumë gra që e mbajnë familjen dhe shkollojnë fëmijët e tyre ndërsa deri tani nuk kanë pas një mbështetje nga komuna. Do t'i fuqizoj klubet sportive, do të ndaj fondacion prej 1 milion euro qysh në mandatin e parë, në vitin e parë, sepse duket që të gjitha klubet në Vushtrri janë gati drejtshurjes. Pra në vend që të udhëheqim me politika të cilat veçohet Vushtrria, ne I kanë koncentruar pushteti aktual, I ka koncentruar domethënë tek pjesa e subvencione fatkeqësisht që edhe janë keq përdorur, pra duket që kanë marrë fillimisht fëmija e drejtorëve subvencione dhe mu duket që kjo duhet të jetë shumë transparente. Pastaj edhe kultura që është element shumë I veçantë.